Përshëndetje. Ka momente kur jeta na merr përdore shumë më shpejt se sa mund të ecim. Ditët mbushen me detyra, oraret na shtrëngojnë, mendja vrapon si një tren që nuk ndalon askund dhe diku në gjithë këtë rrëmuj ne dëgjojmë një fjalë që përsëritet gjithandej. Vetëdije. Disa e përmendin si shpëtim, të tjerë si një trend. Disa e idealizojnë, të tjerët e keq kuptojnë. Por vetëdijësimi është shumë më i thjeshtë, shumë më njerëzor, shumë më i butë nga sa e mendojmë. Nuk është një përpjekje për të bërë dikush tjetër. Nuk është një përpjekje për të shuar emocionet apo për të heshtur mendjen. Është një ftesë për të kthyer brenda, aty ku shpesh nuk guxojmë të shkojmë. Për ta kuptuar vërtet, le të fillojmë me çfarë është vetëdijësimi, ose siç e dëgjoni shpejt, mindfulness. Vetëdijësimi nuk është qetësi e përkryer, dhe kjo është bukuria e tij. Shpesh kemi imazhin e dikujt ulur në një dhomë të ndriçuar butë, duke marrë frymë qetësisht, si të ishte shkëputur nga bota. Po ta provojmë vetë, realiteti është më pak romantik. Mesi i shpinës të dhembë, mendja na shpërndan, ç'të themi më për emocionet që ngrihen papritur, një hutim, një fije trishtimi, një ankth i lehtë pa arsye. Këto momente të pakëndshme nuk janë gabime. Janë pikërisht vendi ku nis vetëdija. Vetëdijësimi nuk premton qetësi. Ai premton prani, të lejosh të jesh me më të mirën dhe më të vështirën brenda teje. Ai thot, nuk ke pse të shërohesh para se të ulesh me veten. Pikërisht ulja jote aty është fillimi i shërimit. Ndonjëherë meditimi është i butë, ndonjëherë është i ashpër, por gjithmonë është i vërtetë. Nuk është boshllëk mendimesh, është miqësi me mendjen. Sa herë kemi dëgjuar duhet të bosh atisësh mendjen? Ndoshta kjo është ajo që na mban larg meditimit, sepse askush nuk mund ta ndalojë mendjen të mendojë, mendja është krijuar të flasë, të analizojë, të paralajmërojë, të urojë, të projektojë, dhe vetëdia nuk kërkon t'ja mbyllësh gojën mendjes tënde. Ajo kërkon vetëm ta dëgjosh pa u grindur me të. Kur mendimet shfaqen, vetëdia të fton të shikosh si re që kalojnë, jo si furtuna që të përpijnë. Të lejosh veten të thuash, ky mendim i vjetër erdhi prap. Falenderit që u shfaqe. Mund të rish, mund të ulesh aty. Edhe mund të ikësh, si të duash. Kjo është liria. Jo mungesa e mendimeve, por mungesa e robërisë prej tyre. Nuk është një hapje magjike drejt lumturisë, është një rikthim tek e vërteta. Jeta është plot me kërkime. Kërkojmë qetësinë, qartësi, një preje të vogël. Ndonjëherë vetëdijësimi na shfaqet si pilula që zgjidh gjithçka. Por kjo është thjesht një idealizim modern. Vetëdia nuk premton të zhdukë dhimbjen. Premton të na jap sy më të butë për ta parë atë. Na jep aftësinë të ulemi me vështirësitë tona pa u prishur me to. Na mëson që emocionet e forta nuk janë armiq, por sinjale. Na kujton se jemi të fortë jo kur nuk ndjejmë, por kur guxojmë të ndjejmë. Në këtë sens, vetëdia nuk na shëron duke zhdukur dhimbjen. Na shëron duke sjellë dritë aty ku kemi qenë në errësirë. Nuk është fe. Është përkujdesje njerëzore. Ka ende perceptime të vjetra që e lidhin meditimin me praktika fetare. Por vetëdijësimi, mindfulness si modern, është i thjeshtë, i pastër, i zhveshur nga çdo dogmë. Ai nuk i përket asnjë feje, asnjë tradite. Ai i takon njeriut. Metodologjia e tij u krijua në një shkollë mjekësore. Hulumtimet e tij janë të mahnitshme, shkencore të verifikueshme,
Qindra studime neuroshkencore tregojnë se truri ndryshon nën peshën e vëmendjes së qetë. Nuk ka këngë, nuk ka rituale, nuk ka simbole, ka vetëm frymarrje, trup, puls, të jetuarit këtu aq thjesht sa mundemi. Në heshtje, pa teatër. Nuk është aratisje nga e shkuara apo e ardhmja. Është përballje me frikën. Vetdia nuk thotë mos mendo për të shkuarën, as mos ëndërro për të ardhmen. Ajo të thotë mendo, ëndërro, kujto, po bëje me vëmendje, me prani. Nëse planifikojmë, planifikojmë me vetdije. Nëse kujtojmë, kujtojmë me butësi. Jo për të torturuar, por për të kuptuar. Nëse ëndërrojmë, ëndërrojmë me rrënjët në tokë, jo të shkëputura prej saj. Vetdia nuk të tërheq nga jeta, të kthen te jeta. Nuk është fokus vetëm te e bukura, është miqësi me të vështirën. Mbase një nga më të vërtetat, më të bukura dhe më të dhimbshme për vetdijen është kjo. Ajo nuk të mëson t'i shmangësh gjërat të pakëndshme, të mëson t'u qëndrosh pranë, me mirësi, me durim, me një lloj pranimi që nuk është dorëzim, por urtësi, sepse e vërteta është se jeta nuk është vetëm dritë, është edhe hije. Dhe vetdia na mëson t'i shohim të dyja, pa pretenduar se njëra është më e vlefshme se tjetra. Nuk kërkon kohë, kërkon hapësirë në zemër. Ne jetojmë me ndjenjen e vazhdueshme se nuk kemi kohë të mjaftueshme. Por vetdijësimi nuk kërkon orë të gjata. Kërkon një dritare të vogël, një frymarrje, një minutë, një pauzë të ndershme. Ka 72 bloqe prej 20 minutash në ditë që mund të bëhen. Vetdia ka nevojë vetëm për një prej tyre. Dhe si një blok i ndryshëm, mënyrën si jetojmë me 71 të tjera. Nuk është loj kohe, është loj frekuence, pranie, integrimi. Nuk është vetëm ulje e qetë, është mënyra e të jetuarit. Vetdia mund të jetë ulur në heshtje, por gjithashtu mund të jetë shëtitje ngadaltë, frymarrja përpara se të flasim, vëmendje ndaj trupit kur ndjejmë stres, ndalje e butë para një reagimi impulsiv, larja e enëve me ndjesinë e ujit, një gotë çaj që pihet me ngadalë. Vetdia është art i mikromomenteve. Pra çfarë është vetdijësimi? Është guximi për të qëndruar me veten. Është prania brenda emocioneve që zakonisht shmangim. Është një mënyrë për të dëgjuar trupin pa gjykim. Është një rikthim i butë në këtu, sa herë mendja merr diku tjetër për të shkuar. Është miqësi me zemrën, është qetësi pa qetësi, është pjekuri pa rritje të detyruar. Është mirësi ndaj vetes dhe kur nuk e meritojmë sipas mendjes tonë kritike. Vetdijësimi është një udhtim. Është një udhtim i gjatë, i bukur. Një udhtim që nuk premton perfeksion, por realizëm të butë. Dhe ky udhtim nuk mbaron kurrë, sepse ne njerëzit nuk mbarojmë kurrë së njohuri. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse ju pëlqeu mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video që ja therr pas here. Edhe në videon tjetër, mirë takofshi.